Me zërin që i drive dhe lotën që nuk i pushonin, këngëtarja Big Mama mbajti një fjalim lam të mirë në ceremoninë martore për Shpat Kasapin, i cili u nda nga jeta pa pritur në moshën 40 vjeçare. Në mesazhin e saj, artistja nga Kosova tha se Shpat Kasapi nuk ka vdekur, pasi ajo që ka lënë pas do të jetojë për gjithmonë. Kjo nuk është lam të mirë, por kjo është një shihimi përsëri, tha Big Mama me slotësh. Ajo kujtoi dhe fillimet e jetës artistike me Shpat Kasapin që kur ishin fëmijë. Sot jam këtu në këtë skenë, që për ne të dy nuk ka qenë vetëm skenë, ka qenë vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë, si artist. Kemi ndarë ëndra, frikë dhe gëzim. Këtu kemi rritur talentin, shpresat dhe miqësinë tonë. Sot jam këtu në këtë skenë që për ne të dy nuk ka qenë thjesht një skenë, por vendi ku kemi marrë frymë për herë të parë si fëmijë, deklaroi Big Mama. Mëtej ajo u shpreh, sot nuk kam fjalë për ta përshkruar boshllëkun që na ke lënë. Na i ke shumë herët, shumë padrejtësisht, por kujtimi i tij do të rrojë në zemrat tona në çdo melodi që ai këndoi, në çdo buzëqeshje që na dhuroi dhe në çdo skenë emri i tij do të përmendet gjithmonë. Shpat miku im, kemi nisur bashkë prej këtu dhe sot prej këtu po të them lam të mirë. Do të na mungosh në çdo hap, në çdo kujtim, por ti nuk e vdekur kurrë. Zëri yt, shpirti yt dhe gjithë dashuria që ke lënë pas do të jetojë për gjithmonë. Sot nga kjo skenë ku nisëm si fëmijë po të lëshoj me lot, por të mbaj me shpirt. Kjo nuk është lam të mirë miku im, por kjo është një shihemi përsëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.